Tensionet ndaj emigrantëve në Afrikën e Jugut po përshkallëzohen. Në lagjen Aleksandra të Johannesburgut, grupe protestuesish kundër emigracionit zhvilluan kontrolle derë, duke hyrë në banesa ku dyshonin se fshiheshin emigrant pa dokumente. Pamjet tregojnë protestuesit duke shoqëruar disa persona në rrugë dhe më pas duke i dorëzuar te forcat e policisë, të cilat i transportuan me furgon për verifikime të mëtejshme. Një shtetas i Zimbabwe's, i ndaluar nga protestuesit, deklaroi për Reuters se ndodhej ligjërisht në Afrikën e Jugut, duke ngritur pikpyetje mbi mënyrën se si po identifikohen personat që po merren në shënjestër. Vala e protestave kundër emigrantëve kulmoi më 30 qershor, datë që organizatorët e lëvizjes e kishin shpallur si afatin e fundit për largimin e emigrantëve pa dokumente nga vendi. Udhëheqësit e protestës kanë paralajmëruar se demonstratat e ngjashme do të zhvillohen çdo të enjte, derisa kërkesat e tyre të plotësohen. Afrika e Jugut përballet me nivele të larta papunësie dhe shumë qytetarë fajsojnë emigrantët për rritjen e kriminalitetit dhe mungesën e vendeve të punës. Në muajt e fundit janë regjistruar edhe sulme ndaj shtetasve të huaj, si dhe grabitje të dyqaneve në pronësi të emigrantëve. Presidenti Cyril Ramaphosa ka bërë thirrje që emigrantët të mos përdoren si fajtor për problemet e thella ekonomike dhe sociale të vendit. Qeveria ka theksuar vazhdimisht se zbatimi i ligjeve të emigracionit është përgjegjësi e autoriteteve dhe jo e qytetarëve. Ndërkohë, policia ka shtuar arrestimet e emigrantëve pa dokumente dhe ka forcuar praninë e saj gjatë protestave për të shmangur përshkallëzimin e dhunës. Sipas të dhënave zyrtare, në Afrikën e Jugut jetojnë rreth 3 milion emigrant, ose afërsisht 4% e popullsisë së vendit, një përqindje relativisht e ulët krahasuar me shumë vendet e tjera të botës.